mision. Patjetër, po dojmë me dëgjuar edhe për përgjegjësinë ligjore të ajo pjesa që me filmin gjyqtar. Do me thonë, këtu tash kur kem vetvrasje, këtu përfundon nëse ka ndodhur vetvrasja. Është më njëherë kjo vdekja dyshim, i kem dy situata, shtytja, mos ka ndonjë faktor që ka shtyt diken me bo vetvrasje, edhe shkencën e kriminologjisë quhet mes vetvrasjes dhe vrasjes, prej përvojave flas sidomos në Amerikë, në Evropë e tjerë, është një shprehje popullore përdore thotë i ndani qime flokut, domethënë, çash problem është mi vrejto. Vetëm po duni sqarim për opinionin, unë dje jam lidh përmes Viberit në emision me Kronin edhe me Jonën, edhe ku më përmend nga punimi shkencor që kam, tash ka ndryshuar, unë kam mbrojt ato para 20 sa vjete, po tash e kam përmend për shembull kryesisht tentim vrasje ndodhin me armë, madje siç e përmendi doktori Gzimi, Ape Samir tha, këtu e ka afru. Zakonisht në shkencën, në kriminologjisë për me e to mirë, ato ndodhen quhen me puthitje. Puthitja është kur arma prej këtë pjesë tokës ose këto. Madje i kena rastet kryesisht i njohur militar, raste janë bo mjaft aktive, gjithmonë për referona praktikës time, 19 vjeçare si avokate, është shumë interesant, për shembull kena pas një rast në magjistratin Prishtinë, Prizren, kur një gru ka provue mi u dal veturave përpara me bo vetvrasje. Edhe për që di, ka qëllu vedia aty në vetura, pare ka lajmëru policin, e dyta ka lajmëru policin, e treta ka ardhe dhe, do me thane, ka godit. Ka shku një proces shumë i madh gjyqësor, edhe në fund të orë përfundimi, për dini që pikalu një të pengesat. Do me thonë, këtë fenomen, në momentin kërën e ku mbrojt, këtë punim nuk u diskutu. Për shamë natë punim o përmend, ka ndodhë vërshimet, për njëherë vërshimet, uje, termetet, edhe një moment njëri së një ka kontrolu emocionet, e ka përdorë momentin për me bo vetvrasje. Jenë shumë interesanto, edhe se kom pas shumë komentet, disa komente kanë qenë mjaft, do me thonë, fyse ndaj mje, për arsye se unë të ju kom përmen rastet me thikë, këtu sigurisht e kim doktorin atë dimon ma shumë, jenë më të ralla, unë nuk kom thonë, absolut nuk eksistan, për arsye se thika, harakiri o diçka tjetër, edhe thot, do me thonë, kur thika... Kemi një vrasje të tillë, me 16 herë që ka godit vetën. Po, pikërisht, për që atë kam të ndoshta, për këtë kesh të thonë, unë nuk kam këtë shkuptu, nuk kom thonë, mënyrë absolute nuk ka. Po unë ju kom referue përvojës, mënyrës time shkencore që kom metu kryesisht janë forma tjera, ka bethik, nuk përjashtohet, po janë pak më të ralla, do me thonë, për arsye se thika me njëherë e bën pjagën e madhe, gjakderdhja ndodh shumë shpejt, edhe nështë edhe aty është edhe